Gjykata kushtetuese vendosi të pranojë ankimimin e ish-presidentit Ilir Meta që tenton të godas arrestin e tij me burg tashmë prej më shumë se një viti. Këtë të mërkur, trupa e gjyqtarëve kushtetues mori në shqyrtim ankimimin e Metës, dorëzuar që prej muajit korrik dhe vendosi ta shqyrtojë atë në themel në të gjitha pretendimet e tij në një seancë që do të mbahet në vijim mbi bazën e dokumenteve, pra pa praninë e palëve në gjykatë dhe mbyllur. Mbrojtja e Ilir Metës pretendon se SPA ka vendosur mbi të një masë jo kushtetuese, si dyshuar për veprën penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror. Avokati i tij përmend 4 nene të kushtetutës që vlerëson të shkelura në rastin e Metës, që kanë të bëjnë me kufizimin e të drejtave dhe lirive, të drejtën për liri dhe siguri personale, si dhe të drejtën e prezumimit të pafajësisë. Në dokumentin që kanë në dorë gjyqtarët thuhet se masa e arrestit me burg është një masë jo proporcionale dhe pa justifikuar. Mbrojtja e Metës thekson se ish-presidenti nuk është në pozitat që mund të ketë rrezik për të prishur provat. Nëse personi nuk ushtron funksion publik, nuk ka mundësi të ndikojë mbi provat ose dëshmitarët dhe nuk paraqet rrezikshmëri shoqërore, thuhet në ankimimin e ish-presidentit në gjykatën kushtetuese. Në rastin e shqyrtimit të ankimimit të Metës, gjyqtarët kanë vendosur që Ilir Meta nuk do të ketë privilegjet që i kanë dhënë Erion Veliajt. Seanca e Metës, ndryshe nga ajo e Veliajt, do të jetë mbyllur dhe në të nuk do të ketë asnjë përfaqësues. Ndryshe nga Veliaj, ish-presidenti nuk mund të bëjë kërkesë për të marrë pjesë në seancë kur do të shqyrtohet ankimimi i tij për të dhënë versionin e tij mbi gjykimin në strukturën e posaçme antikorrupsion.